Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se reforma në drejtësi po hyn në një fazë të re, ku vëmendja nuk përqendrohet më vetëm te ngritja e institucioneve, por te konsolidimi i tyre përmes formimit profesional dhe etik të brezit të ri të magjistratëve. Duke ju referuar zhvillimeve të fundit në procesin e integrimit evropian, ministri vlerësoi se konfirmimi i Barit për Shqipërinë përbën një dëshmi se reformat në drejtësi kanë prodhuar rezultate konkrete. Raporti i fundit i Bashkimit Evropian e njeh progresin e Shqipërisë që është bërë. Por gjithashtu na kujton se reforma nuk matet vetëm me atë që kemi arritur. Matet me aftësinë tonë për të bërë këtë progres të qëndrueshëm. Ndaj provimet e pranimit unë besoj që duhet të vazhdojnë të garantojnë transparencën dhe meritokracinë. Ministri vlerësoi kontributin e Bashkimit Evropian të partnerëve nga Franca, Italia dhe Holanda, si dhe të vetë shkollës së magjistraturës në modernizimin e sistemit të trajnimit të magjistratëve. Sipas tij, suksesi i projektit nuk matet vetëm me ndryshimet procedurale apo akademike, por me ndikimin afatgjatë që ai do të ketë në cilësinë e drejtësisë shqiptare. Ajo bëhet cilësore, kur programet janë